Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka marrë një draft të një plani amerikan për të dhënë fund luftës në Ukrainë dhe pret të zhvillojë bisedime me presidentin amerikan Donald Trump në ditën vim. Dy burime thanë për Reuters se Washingtoni kishte sinjalizuar Zelenskyn se Kievi duhet të pranojë kuadrin e hartuar nga SBA për të dhënë fund luftës gati 4 vjeçare, e cila përfshin lëshime territoriale dhe kufizime mbi forcat armatosura të Ukrainës. Vendet europiane po kundërshtojnë planin, i cili sipas burimeve do të kërkonte që Kievi të hiqte dorë nga më shumë tokë dhe të çarmatosej pjesërisht. Zyra e Zelenskit nuk komentoi drejt mbi përmbajtjen e planit, por tha se udhëheqësi i Ukrainës kishte përcaktuar parimet themelore që kanë rëndësi për popullin tonë. Ne jemi gati, si më parë, të punojmë në mënyrë konstruktive me palën amerikane, si dhe me partnerët tanë në Europë dhe në marrë botën, në mënyrë që rezultati të jetë paqja, tha zyra e presidentit në një deklaratë. Propozimi i SBA-s Rusi është absurd dhe i papranueshëm, thanë zyrtarë të lartë të Kievit, duke shtuar se plani i hartuar nga Dimitriev, një aleat i ngushtë i Putinit dhe i dërguari special i Trump Witkoff është një provokim për të çorientuar aleatët e Ukrainës, raporton The Guardian. Nuk ka shenja se Kremlini është gati për negociate serioze, thanë ata. Konsultimet nuk janë duke zhvilluar aktualisht. Sigurisht ka kontakte, por nuk ka asnjë proces që mund të quhet konsultime, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Ai tha se Rusia nuk kishte asgjë për të shtuar për te qëndrimit që presidenti Putin paraqiti një samit me presidentin e SBA-s në Alaska, duke shtuar se çdo marrëveshje paqe duhet të adresojë shkaqjet rrënjësore të konfliktit. Këtë herë, plani i paqes i Trump për Ukrainën përmban 28 pika dhe mosmarrëveshjet tashmë po shfaqen, veçanërisht me kërkesën e Zelenskit për të lëshuar të gjithë Donbasin. Shefi i Shtëpisë së Bardhë shpreson të rifillojë negociatat mbi këtë bazë, të cilat i dërguarit i Steve Witkoff i diskutoi fshirëzin në Miami midis 22 dhe 24 tetorit me përfaqësuesin rus Kirill Dmitriev. Sipas mediave amerikane, plani i Trump u shkrua me ndihmën e Turqisë dhe Katarit. Ai përmban 28 pika të ndara në 4 paketa: paqja në Ukrainë, garancitë e sigurisë, stabiliteti në Evropë dhe marrëdhëniet e ardhshme mes Washingtonit, Moskës dhe Kievit. Pika e parë ka të bëjë me metodat për përfundimin e luftimeve, të cilat do të përfshinin kontrollin rus të rajoneve Luhansk dhe Donetsk, që do të thotë të gjithë Donbasin, pavarësisht se ukrainasit ende mbajnë 12% e kësaj zone. Në Kherson dhe Zaporizhia, fronti do të ngrihej përgjatë vijës aktuale me disa lëshime nga Moska. Është e paqartë nëse ndryshimi i kufirit do të ishte përfundimtar dhe i njohur zyrtarisht, apo thjesht i pranuar de facto si midis dy Koreve ose vendeve baltike gjatë luftës së ftohtë. Pika e dytë ka të bëjë me forcën e mundshme paqëruajtëse të thirrur për të siguruar respektimin e arpushimit, por edhe me zvoglimin e forcave të armatosura ukrainase, të cilat sipas burimeve të tjera do të përgjysmoheshin. Pika e tretë ka të bëjë me pranimin e Kievit në Bashkimin Evropian, duke pasur parasysh se antarësimi në NATO përjashtohet, por edhe me sigurimet që i duhen Evropës për të parandaluar Kremlinin nga nisja e sulmeve të mëtejshme në të ardhmen. Pika e katërt përqendrohet në marrëdhëniet e ardhshme politike mes protagonistëve të krizës. Do të përfshinte njëojën e Donbasit dhe kërkesë nga SBA-ja, do të përfshinte gjithashtu bashkëpunimin ekonomik në shfrytëzimin e energjisë dhe burimeve natyrore. Ky është ndoshta objektivi kryesor praktik i Trump, por sipas tij do të shërbente gjithashtu për të siguruar stabilitetin përmes interesave konkrete të palëve. Dmitriev konfirmoi për mediat amerikane se plani ekziston dhe është premtues, sepse ndryshe nga të europiane, ai merr parasysh qëndrimet ruse. Rreziku është se kjo mund të nënkuptojë kapitullimin e Ukrainës, duke filluar me Krimen. Nëse arrihet një marrëveshje mbi tekstin, udhëheqësit mund të takojnë në Budapest për ta nënshkruar atë.